Burgim për ish policin e njësisë speciale të Kosovës Arnor Spahiu, pamë dhe deklaratën e avokatit të tij Arjanit Koci, i cili priste lirimin e tij gjatë ditës së djeshme, mirë po në pasdite ka dalur vendimi se Serbia atij i ka dhënë 1 muaj para burgim. Për këtë temë do të flasim me profesorin Nejmedin Spahiu. Zoti Spahiu, faleminderit që je sot me ne. Po ashtu me neve është edhe avokati Valdet Hoxha. Zotri Hoxha, përshëndetje, faleminderit që jemi ne. Faleminderit juve. Po, mirë, tash ju dëgjoj. Do e nisja me juve, Zotri Hoxha, që të na e spjegonit pak në aspektin ligjor. A ka bazë të kjo që po bën Serbia aktualisht? Kjo edhe pa njohuri juridike me një qytetar thjesht e din që Serbia nuk ka jurisdiksion mbi Republikën e Kosovës, territorin e Republikës së Kosovës. Prandaj është tërësisht e paligjshme, e pabazuar dhe është një skenim politik për të provuar që ta vejë në barazpesh çështjen e arrestimeve dhe të gjykimeve që po ndodhen në Republikën e Kosovës, të bazuara në ligj, në kushtetutë dhe në ligjet pozitive të Republikës së Kosovës. Pra Serbia përballur me këtë situatë kur tashmë edhe agentët dhe bashkëpunëtorët e UDB-s arrestohen, madje edhe pranojnë fajin, sepse ballafaqohen me dëshmitë e forta të Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës. Në këtë rast nuk i mbetet gjë tjetër post të një skenoj raste të qytetarëve të ndershëm, qytetarëve të pafajshëm të Republikës së Kosovës, për ta kriju imazhin se gjoja këta qytetarë, këta zyrtarë të policisë po kryejnë vepra të ndryshme penale, gjë që nuk është e vërtetë dhe ky është alarm, po shpresoj shumë që edhe me ndihmën e partnerëve ndërkombëtar mund të zbutet sadopak kjo praktikë, sepse dyshoj që Serbia do të heqë dorë nga këto veprime arbitrare, por që edhe duhet kemi kujdes ne si shtet, kryesisht pjesëtarët e mekanizmave sigurisë, pjesëtarët e ish pjesëtarët e UÇK-s ta shmangin rrugën përmes Serbisë, sepse është rrugë shumë e shtrenjtë, kushton liria. Çdo rrugë tjetër, sadoqoftë çmimi i biletës përmes Shqipërisë, Kroacisë dhe vendeve tjera, është e papërfillshme në krahasim me çmimin që po e paguajnë ta qytetarë me humbjen e lirisë për muaj e vite. Zotri Hoxha, si arsyeton Serbia një vendim të tillë për 1 muaj para burgim për një shtetas të Kosovës? Po shiko, Serbia pretendon që Kosova nuk është shkutur faktikisht padrejtësisht dhe ai ka kompetencë dhe ka jurisdiksion mbi Kosovën, po kjo është fiktive. Dhe ajo akuzën e ndërton në baza në narracion fiktiv, duke u thirrur në rendin kushtetues të Republikës së Serbisë. Por kjo nuk qëndron, por megjithatë, shtet çfarë është Serbia, me një shtet autoritar, me pretendime të qarta territoriale në Republikën e Kosovës, natyrshëm që ne përveç drejtës tonë ligjore dhe kushtetuese dhe argumentimit të kësaj të drejte, duhet jemi të kujdesshëm, sepse në fundit pavarësisht që në fund mund të përfundon epilogu dhe ata të shpallën pafajshëm, muajt e qëndrimit në paraburgim janë shumë të rëndë dhe janë të paarsyeshëm të qëndrimit të këtyre djemve dhe vajzave, sepse kemi një arrestim edhe të një infermiere gjatë vikendit kaluar. Pra Serbia nuk zgjedh mjete, ligjërisht absolutisht nuk ka asnjë të drejtë, por mentaliteti hegemonist i saj, narrativa e organizuar, skenari i tyre i kthyer përmes luftës së Kride për ta shpallur Kosovën si një vend të dështuar dhe se gjoja pjesëtarët e sigurisë, mekanizmave sigurisë së Republikës së Kosovës po kryejnë sipas tyre terror mbi komunitetin serb në Republikën e Kosovës. Kjo është agjendë e tyre mbështetur nga Federata Ruse dhe e mirë financuar dhe e shtyrë përpara si një tregim. Prandaj ne duhet kemi shumë kujdes dhe si shtet të koordinohemi me partnerët ndërkombëtar. Thirrja e partnerëve ndërkombëtar që ne të koordinohemi edhe në aksionet që i ndërmarrim në veri është pikërisht në funksion të kësaj. Pra, ne të njoftojmë partnerët ndërkombëtar për drejtat që i kemi dhe i materializojmë në veriun e vendit, por njëkohësisht i kemi partnerë edhe në ndihmë në rastet si ky
kur arrestohen padrejtësisht qytetarët tanë të Republikës. Po, megjithatë, zotri Hoxha, nga gjitha ajo se çfarë është thënë, a ka ndonjë akuzë konkrete për ish policin, apo gjithë kjo po bëhet pra ka karakter politik, gjitha ajo se çfarë po ndodh? Shiko, unë nuk jam avokati të arrestuarit përveç informacioneve publike që kanë lidhur me rastin Banjska, nuk kemi ndëgjuar për një akuzë konkrete. Në bazë të asaj kemi dëgjuar vetëm që ka të bëjë me rastin Banjska dhe kjo e forcon narrativën se këta mekanizmat të inteligjencës serbe, sepse kjo është dorë inteligjencës serbe, përpiqen ta minojnë aksionin e suksesshëm të policisë së Republikës Kosovës, sepse Serbia nuk e ka pritur që Kosova ka kapacitetet e tilla që ta preventojë një sulm të tillë të aneksimit të pjesës veriore të vendit, prandaj çdo veprim tashmë i mekanizmeve të Serbisë inteligjente dhe mekanizmave të tjerë të sigurisë janë në drejtim të amortizimit të këtij suksesi të policisë së Republikës Kosovës. Prandaj këto janë akuza pavarësisht formalitetit që shënohet në aktin akuzues, këto janë akuza të fabrikuara, janë akuza politike, sepse asnjë njeri normal nëse do të kishte kryer një krim, nuk do të shkonte përmes Serbisë dhe të dorëzohej atyre për të gjykuar për një akuzë politike. Pra, ne asnjë nuk jemi të sigurt se të kalojmë nëpër Serbi, por sidoqoftë, kujdes të veçantë duhet të kenë pjesëtarët, ish pjesëtarët e policisë, anëtarët e sigurisë të Republikës Kosovës dhe ish anëtarët e ushtrisë qendrore të Kosovës. E qartë, zotri Hoxha. Të kalojmë pak edhe tek profesorit. Zotri Spahiu, si e pat ndalimin e një ish polici kosovar në Serbi, më pas edhe marrjen e një vendimi për një muaj para burgim, siç edhe u njoftua. Si e pat tërë këtë? Po na dëgjon zotri Spahiu? Me gjas kemi pak probleme me audion. Si duket i shkon zëri me vonesë, ndoshta për pak edhe do të na dëgjoj profesori. Hello. Po, zotri Spahiu isha duke thënë se së fundmi po një tjetër arrestim është ai një ish polici, pjesëtar të policisë Kosovës në Serbi, të cilit më pas ju shuftua edhe një muaj para burgim, si e pat tërë këtë? Nuk po e dëgjova vetëm fjalën zotit Spahiu, asnjë gjë tjetër nuk dëgjova. Tash po na dëgjon tani. Po besoj tash e kemi komunikimin më të lehtë. Isha duke thënë se një ish polic kosovar është arrestuar. Po, ju dëgjojmë zotri Spahiu. Si e pat ju vendimin e Serbisë për një muaj para burgim për ish policin? Alo. Si duke të ende kemi probleme, sugjeroj që ta shkëpusim lidhjen e t'ju thrasim sërish, ndoshta do të na dëgjani më mirë. Ndërkohë do vazhdojmë bisedën me zotrin Hoxha. Hoxha, apo shkelen ato marrëveshje të cilat janë arritur më herët mes Kosovës dhe Serbisë që të ketë lëvizje të lirë të qytetarëve në të dyja territoret? Jo vetëm që po shkelen, por Serbia në asnjë moment nuk ka fillu t'i respektoj ato marrëveshje. Ju e shihni që pikat e marrëveshjes që obligojnë Serbinë, ato fare nuk fillojnë si implementorin, ndërkohë kërkojnë formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe me kompetenca ekzekutive. Pra janë selektiv në kërkesat e tyre dhe aktiv në politikën e tyre hegemoniste me pretendime të qarta territoriale ndaj Republikës Kosovës. Kjo nuk është asgjë e re. Kjo është vazhdimësi e mendësisë së periudhës të qeverisë së Slobodan Miloševićit. Prandaj në këtë mes janë të pashmangshëm partnerë ndërkombëtarë dhe prandaj po them dhe po nënvizoj pa bëj tepër që koordinimi me partnerë ndërkombëtarë nuk është çështje vullneti të Republikës Kosovës. Është kusht i domosdoshëm për ta trasuar rrugën e normalizimit me Serbinë, sepse në fundit një shtet çfarë është Serbia nuk mund të normalizohet pa një kontribut dhe partneritet dhe një forcë nga partnerët tonë ndërkombëtar. Prandaj, fatkeqësisht Serbia jo që nuk i ka respektuar, por do të vazhdoj të mos i respektoj dhe fatkeqësisht
ajo edhe po i proklamon dhe nuk po i fshehet fare. Kundër obligimeve të marra, ajo bën thirrje, ju e dini letrën e zonjës Brnabesh, ku i bën thirrje bashkisë ndërkombëtare për të mos pranuar Kosovën në organizatat ndërkombëtare dhe për të mos njeh statusin e Republikës së Kosovës. Pra ata jo vetëm në heshtje sabotim, në heshtje po ndërmarrin, por ata po vazhdojnë edhe në mënyrë formale dhe në mënyrë zyrtare të pengojnë Republikën e Kosovës drejt avancimit statusit saj dhe antarësimit në organizata ndërkombëtare. Pra kemi një shtet që është i papërshtatshëm dhe me pretendime të qarta territoriale dhe është vështirë e mendueshme që mund të normalizohen këto marrëdhënie pa një forcë obliguese të partnerëve tanë ndërkombëtar, në krye me Shtetet e Bashkuara. Me aq sa e kuptova, më korrigjoni nëse jam gabim, po thoni se të gjitha këto gjëra të cilat po ndodhin nga Serbia në drejtim të qytetarëve kosovar mund të jenë deri diku edhe pasojë e vendimeve të Kosovës në mos koordinim, ndoshta të themi të ngushtë me partnerët ndërkombëtar? Nuk mund të jetë rezultati drejt për drejt. Ma shumë theksin e vura tek veprimet e institucioneve të Republikës Kosovë, veprime kushtetuese dhe ligjore të arrestimit të personave të dyshuar që janë bashkëpunëtorë ose bashkëpunëtorë të shërbimeve sekrete serbe, siç ishte rasti i pranimit të fajësisë nga tashmë para disa ditë që përfundoi procesi gjyqësor ku një zyrtar pranoi bashkëpunimin me zyrtarët e UDB serbe, shërbimit inteligjent serb. Prandaj Serbia i përballur me këtë realitet dhe me habin e saj që Kosova ka tashmë kapacitetet e tilla që t'i zbuloj edhe bashkëpunëtorët e tyre të shërbimeve inteligjente, atëherë ndërmerr këto veprime dhe këto arrestime të qytetarëve tanë për ta balancuar para faktorit ndërkombëtar dhe për ta minimizuar këtë veprim të shtetit të Kosovës. Ndërsa kjo nuk ka të bëjë me mos koordinimin në radhë të parë, se Kosova nuk është koordinuar për disa veprime, por që Serbia si mjeshtre e narrativës fiktive dhe luftës hibride natyrshëm që çdo mos koordinim të Republikës së Kosovës me partnerët ndërkombëtar mundohet ta përdorë dhe shpesh herë fatkeqësisht po e përdor, sepse në qoftë se ambasadori i Francës para disa ditësh në mënyrë publike para krerëve të shtetit tha që ju mund ta izoloni veten, ju askush nuk mund t'ju izoloj, atëherë ky është mesazh bukur i qartë për ne që është një vërejtje për Republikën e Kosovës. Dhe natyrisht Serbia është kujdesore në këtyre momenteve. Nëse mund ta rregulloni fotografinë, kamerën, për shkak se për momentin nuk po ju shohim. Tash jemi në rregull. Ishe duke thënë? Pra do të thotë që isha duke thënë që këto momente të mos koordinimit me partnerë ndërkombëtar, Serbia mundohet dhe fatkeqësisht disa herë po ja arrin që t'i përdorë këto momente. Ndërkohë, tashmë e kemi edhe zotrin Spahiu, nëse po na dëgjon tani, Spahiu, si e pat ju gjithë këtë vendimin e Serbisë për një muaj para burgim për ish-policin kosovar? Shiko, kjo tregon domosdoshmërinë e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Ne duhet ta kuptojmë që çdo luftë ka një fund, edhe që duhet pas një lufte duhet bërë një marrëveshje. Kështu që lufta me Serbinë në kuptimin e armatosur ka përfunduar 26 vite më parë, ka vazhduar dhe vazhdon të jetë lufta diplomatike, cilën ne duhet t'ja vëjmë pikën në një moment të caktuar dhe të përpiqemi që t'i rrumbullaksojmë këto marrëdhënie tona, sepse Kosova kufinin më të shumt e ndan me Serbinë, më shumë me Serbinë se sa me 3 vendet e tjera fqinje, dhe lëvizja e qytetarëve të Kosovës drejt Evropës dhe mallrave sigurisht që kalon nga Serbia dhe duhet të kaloj, sepse kjo është rruga më e shkurtër. Dhe kjo tregon absurditetin e disave të cilët deklarojnë se neve nuk na intereson
dialogu me Serbinë, neve nuk na intereson ana një Serbia. Jo, është shumë rëndësi që më na njoftë Serbia. Është shumë rëndësi me rregullu raportet në mënyrë të tillë që qytetarët tonë mos mu arrestu, mos me përjetu gjërat të cilat po i përjetojnë. Jo vetëm në këtë rastin e policit, po dhe shumë rastet të tjera të cilat sa herë që ka ndonjë krizë politike, sa herë që dikush arrestohet në Kosovë se dënohet, atje ndonjë agenti i Serbisë e tjerë, ai në kundër veprim merr dhe arreston ndonjë qytetar të Kosovës dhe veprime të tilla domthonë i psojnë qytetarët e Kosovës. Diplomacia e Kosovës, vëllësia, leadershipi politik i Kosovës duhet me boq mos me i vu pikën këtyre normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Sigurisht që këtë nuk do të mund ta bënim kurrë pa ndihmën e aleatëve tonë, të cilët e shtrëngojnë Serbinë që të realizojë në normalizimin me Kosovën, edhe detyrë e diplomacisë Kosovës, e leadershipit politik të Kosovës është që me i bindë aleatët se Kosova është konstruktive dhe që Kosova e dëshon të gjë edhe me i ofru zgjidhjet dhe mundësitë se si edhe aleatët tonë mund na ndihmojnë në arritjen e këtij qëllimi. Natyrisht kjo nuk mund të bëhet kur ti akoma i valon flamujt e luftës. Nuk mund të bëhet ti kur një në anë e mbush stadiumin me flamuj të UÇK-s, e në anën tjetër kërkon thot pse po na arreston Serbia. Tash kjo është kontradiktore njëra me tjetrën. Nëse ti shpalos flamujt e luftës, atëherë shkon luftë. Nëse don me bë paqen, atëherë duhet me bë edhe marrëveshjen, duhet më sjell konform këtij qëllimi. Po, ndërkohë, dhe jo me qenë konfuz as kënej as anej. Po, ndërkohë ky arrestim që ju bë ish policit, a mendoni se ka të bëj apo ndoshta lidhet edhe me djesht mbajtur edhe seanca gjyqësore për rastin Banjska? A mendon se e kanë edhe këtu qëllimin në Serbia për këtë arrestim që bën këto ditë? Thjesht është një hakmarrje ndoshta për dënimin e një qytetarit përkatësisë etnike serbe i cili u dënu për spionazh nga gjykatat e Kosovës. Kjo mund tjetë, ose mundoj, sepse kjo është rasti më i freskët, por mund të ketë edhe ndoshta arsye edhe tjera. Por thjesht nuk do duhej që në Ballkan polici i një vendi i cili shkon për qëllime thjesht private në një vend tjetër fshin ose kalon ka një vend i fshin që ta arrestohet. Po reagimin e institucioneve SPAI-u si e keni parë? Nuk është se kemi parë ndonjë reagim ashtu të zëshëm nga institucionet, përveç se ka reaguar Ministria e Punëve të Jashtme, por a do duhej që të ishin më të zëshëm në këtë pasi është paraburgosur një qytetar? Që do duhej të jenë më të zëshëm, edhe reagimi nuk duhet të jetë në stilin Çakalyp që ka shkuar atje. Sigurisht që ka pas ndonjë nevojë që ka shkuar, dhe nuk është edhe shteti i Kosovës është i obliguar që të mbrojë qytetarët e saj. Qytetarët e tij, fakt, sepse prandaj çdo qytetar i Kosovës pagun taksa. Pse pagun taksa? Për me siguru mbrojtje, për me siguru lirinë e qarkullimit, të drejtat e veta qytetare. Dhe kjo nënkupton edhe kur ai del jashtë vendit nëse sillet konform normave dhe ligjeve në vend ose normave dhe ligjeve të vendit në të cilin ai ndodhet. Tani ne nuk e dim konkretisht për rastin e këtij polici, por supozimi im është që ai thjesht nuk ka bërë ndonjë vepër për cilin është dashur më dënu, por thjesht është dënuar për t'ju, si them,
kundërvën shtetit të Kosovës ose për të ngacmuar marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë, të cilat kanë ngelur në një çorsokak për shkak të mosbashkimit të marrëveshjes mbi bazën e planit franko-gjerman. Është interesi kombëtar i Kosovës që kjo marrëveshje të zbatohet një orë më parë, natyrisht. Jo ashtu siç thot LDK-ja që ta kryjmë na pjesën tonë të obligimeve, pastaj t'ja lëm alatëve tonë për kujdesin që Serbia t'i kryjë obligimet e saj, por thjesht të veprojmë ashtu që secila palë t'i kryjë obligimet e veta dhe atë në të njëjtën kohë dhe jo verësi. Po, ndërkohë, zotëri Spahiu, jemi kaq të pafuqishëm si shtet që të ndërhyjmë për një qytetar ose në fakt për qytetarët tanë, pasi kujtoj se edhe në qershor të 2023-s, atëherë kur u arrestuan edhe 3 policët, ishte Viktor Orban ai i cili ndërhyri për t'i liruar policët dhe nuk është se kishte ndonjë tentim nga shteti ynë. Jo, kishte tentim edhe kishte masa, sepse unë masa ndaj Serbisë me njëherë pas kidnapimit të policëve, po mendoj në atë kohë, masa cilët tek vonë u tërhoqën, por sigurisht që shteti jonë duhet jetë shumë më agjil, duhet jetë shumë më i ndjeshëm në atë se çfarë gjet me qytetarët. Çfarë mund bëj shteti në këtë rast, zotëri Spahiu? Bullgari, prandaj Kosova ka edhe një zyre të ndërlidhjes pranë zyrës së Bashkimit Evropian në Beograd, e cila duhet ka për qëllim të mbrojë qytetarët e Kosovës kur ata hasin në probleme brenda shtetit serb. Po, ndërkohë, t'i kthehemi pak edhe zotrit Hoxha, çfarë duhet të dinë qytetarët, sepse po e tha dhe dje Ministri i Detyrave Punëve të Jashtme që të menjanojnë ato rrugë dhe të zgjedhin rrugë të tjera alternative në mënyrë që t'i shmangen gjithë kësaj situate. Megjithatë, çfarë duhet të dinë qytetarët për mbrojtjen ligjore kur kalojnë në një vend tjetër, në një shtet tjetër? Shiko, kjo që po ndodh me Serbinë është absurde, nuk është që ka një manual të vetëdijsimit të qytetarëve se si duhet sillen ata të gjithë të cilët nuk kanë kryer asnjë vepër penale, mund të ecin lirshëm në çdo vend botës, nëse nuk kërkohet vizë natyrshëm nga ai shtet dhe nëse është garantuar liria e lëvizjes. Pra nuk duhet bëjnë asgjë tjetër përpas të janë qytetarë të lirë dhe që po e kryjnë punën e tyre me nder dhe për të siguruar tyra financiare për familje. Rasti me Serbinë është rast i pastër politik që kryesisht po ndodhet tek pjesëtarët e organeve të sigurisë apo të ish pjesëtarëve të QT-s. Prandaj përveç qytetarëve të zakonshëm, të cilët duhet të vlerësojnë vetë interesin e tyre për të kaluar nëpër Serbi, paktën ish pjesëtarët e UÇK-s, pjesëtarët aktiv të policisë, FSK-s dhe të inteligjencës, natyrshëm që pas një alternativë duhet ta shmangin rrugën e kalimit nëpërmes Serbisë. Po e them dhe përsëris, çmimi është shumë i lartë, sepse nuk po flasim për akuza juridike të bazuara, të cilat mund të vërtetohen në gjykim të drejtë, të bazuar në prova dhe fakte të qarta, por po flasim për situata të inskenuara, të cilat janë si baraspeshë e veprimeve ligjore të institucioneve të Republikës Kosovës. Çdo herë kur do të arrestohet një dyshuar që mund të ketë kryer ndonjë akt të sulmit terrorist apo kundërrendit kushtetues apo lëndim të rënd trupor ndaj organeve të sigurisë, qoftë ndërkombëtare në Kosovë apo pjesëtarëve të policisë, Serbia domosdoshmërisht po ndërmerr një aksion për ta mbajtur në balancë çështjen e arrestimeve. Pra janë arrestime politike, kuadër luftës hibride për ta mbrojtur qëndrimin e tyre para partnerëve ndërkombëtar të proklamuar edhe formalisht që Kosova, sipas Serbisë, nuk është e aftë për të mbajtur veten, nuk është e aftë për të ekzistuar si shtet. Prandaj paktën pjesëtarë dhe ish-pjesëtarë të organeve të sigurisë të Republikës Kosovës, duke përfshirë nga lufta e UÇK-s, duhet ta kurcejnë përveç
lirisë të tyre personale, duhet ta kursejnë edhe shtetin e Kosovës për ta mos e sfiduar me situatat të tilla para të cilave natyrisht jemi paksa të pafuqishëm për shkak të mos përfilljes dhe mos njohjes nga ana e servisë. Prandaj, përveç kësaj, edhe duhet jemi shumë të kujdesshëm në reagime dhe kam fjalën për ruajtjen e partneritetit me partnerët ndërkombëtar. Nuk mund ne t'ju thojmë partnerëve ndërkombëtar në disa raste që ne jemi sovran dhe ne e dim se cilin operacion ta ndërmarrim dhe kur ne duam, e pas 2 ditësh ti themi e janë ndihmos se na është arrestuar një pjesëtar i Policisë së Republikës Kosovës. Pra duhet shtetit merr vendime strategjike dhe të ketë kujdes të shtuar në ruajtjen e partneritetit me partnerët ndërkombëtar. Është vetëm një alternativë për ta vazhduar shtetëndërtimin tonë dhe eventualisht për të ardhur të një zgjidhje që pashmangshëm dikur do të vijë normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Po. Ndërkohë, zotëri Spahiu, a do të ndikoj ky rast në friksimin e të gjithë atyre që kanë shërbyer në veri gjatë kësaj kohe? Nuk e dëgjova, a do të ndikoj ky rast? Po, në friksimin, po them të gjithë atyre që kanë shërbyer në veri gjatë kësaj kohe. Edhe gjatë Banjskës, por edhe... Prandaj është më rëndësi që të normalizohen marrëdhëniet me Serbinë. Edhe është një diçka, më thonë, e natyrshme. Shteti ka për detyrë me mbrojt këtë qytetarët e vetë edhe kudo, edhe jo brenda dhe jashtë vendit. Por disa pjesëtarë të institucioneve të ndjeshme, të institucioneve të ndjeshme, natyrisht duhet t'i evitojnë udhëtimet e tyre nëpër vendet që janë akoma që kanë qasje armiqësore. Kështu që kjo është një gjë e natyrshme, është një gjë normale. Po tani shumë veta të cilët natyrisht nuk e din, po mendoj nuk kanë bërë ndonjë vepër penale, nuk kanë bërë ndonjë edhe thjesht nuk llogarisin që s'kan përse të jenë të arrestuar ose atje po mendoj të kesh trajtohen. Dhe kjo sigurisht ka ndodhur me policin e fjalit, cili ka qenë thjesht ka kryer detyrat e veta dhe tani kur i është dashur me udhëtu, nuk e di se për çfarë arsye, por sigurisht që ka pasur një arsye pse ka udhëtu, ka ndeshur me një gjë të tillë të pakëndshme, gjë që për mendimin tim nuk është vetëm pushtremi i atij policit, është një goxha një pushtrim edhe i shtetit të Kosovës, kur ti qytetarët e tu të pafajshëm mendoj arrestohen, burgosen e tjerë, thjesht për të treguar që ky shtet është akoma nuk është serioz, nuk është në gjendje të i mbrojë qytetarët e vetë. Këtu është edhe qëllimi në fakt. Mirë. Zoti Spahiu dhe zotri Hoxha, ju falenderoj shumë që ishit sot me ne. Çdo të mirë. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën. Për mundësi. Pra u tha se ajo se çfarë mund të bëjnë qytetarët e Republikës së Kosovës sot është që ti menjanojnë rrugët që çojnë për Serbi dhe të gjejnë rrugë të tjera alternative në mënyrë që të mos gjenden në situata të tilla, ashtu siç u gjente dhe ish polici i Njësisë Speciale të Kosovës. Ndërkohë Blend tani për pak do shkëputemi